që kishim ne. Tash është dhe përgjegjësia ime dhe shokët mi. Dhe i ftoj ta zgjerojmë, ta duam njëri tjetrin, të trashëgojmë të kaluarën tonë, patriotike, të trashëgojmë të gjitha vlerat që ka pasur dhe ka shoqata Lavëria deri komit. Ne në zgjedhjet e reja patëm edhe debate. Patëm dhe shokët kishim pak qejf mbetje, po bëm thirrje. Ata kanë meritat e tyre, ne nuk jedhim poshtë. Po bëm thirrje që të na bashkohen, se ne u bëm më shumë, do bëjmë edhe më shumë. Jam përpara vini me një fugon. Ja tash e lëm fugonin, po vim me autobus, herën tjetër do shtojmë, do vim me 2 autobusa. Prandaj na dalin detyra që ti respektojmë traditat e shoqatës, ta zgjerojmë me një të nderuar të komunitetit ton, të Fierit, edhe ecim përpara bashkërisht, të gjithë jemi vëllezër, të gjithë ecim përpara dhe u faleminderit të gjithë me ju. Për një lëvizje të tillë në trevat e Lavërisë, duke filluar që nga Fieri, që jemi vetë mere së kosh, Tepeler, Gjirokastër, Saran, edhe Vlorë, që janë trevat e Lavërisë. E para e marrëm këtë dhe njëkohësisht edhe të bashkohemi, edhe të njihemi, jo thjesht me rrugën, dhe me zonën dhe me traditat. Dhe njëkohësisht të themi dhe shokëve të tjerë që do të na shikojnë, do ta marrin vesh që shoqata Lavëria ka vënd të jo të mbuta. Qëllimi është ta zgjerojmë gjithmonë këtë shoqatë, tonë apo t'i japim rolin që duhet, gjithmonë, domethënë, ta gëzoj atë emrin e lavdishëm që ka, domethënë, atë detare. Tonë apo jo, edukative, Lavëria që ka. Në këtë rast, domethënë, ftoj gjithë shokët që edhe herë tjetër, domethënë, kurdo që edhe me rastin e udhëhejnë edhe një lëvizje tjetër mund të bëjnë për 28. Erik Bruhama, i kryetari shoqatës statutare kulturore Dega Fier, Tërbaçi. Përshëndes gjithë pjesëmarrësit për këtë ekskursion në rrethet të vendit. Përshëndes kryesinë e re. Më vjen mirë që shoqata e Fierit po kthehet në identitet. Në Republikën e Shqipërisë janë rreth 70 shoqata dhe shoqata Lavëria ka dhënë vlera për probleme madhore që e kanë çuar Shqipërinë në regres. Përshëndes kryetarin e ri, zotin Baftiar Abaza, i cili ka një vizion, ka një ambicie, punon me ekip, i kam parë programin, mbasi kur janë bërë zgjedhjet kam qenë në spital dhe nuk kam ardhur dot. Dhe një gjë që më ka bërë përshtypje dhe vlerësoj është që ai thotë që unë dua të mbledh gjithë intelektualët e Lavërisë në Fier, që kanë ardhur që nga 6 jeta apo 5 jeta, të cilët mund të jenë topograf, inxhinjera, oficera e të tjera. Vetë nga emri shoqata atletare dhe kulturore është që të ripërtri traditat, pavarësisht se dhe ajo si të gjithë të tjerat kemi mangësi në futjen e brezit të ri dhe pothuajse kemi moshën e 3-4. Megjithatë, janë pozitive, ne kemi pasur probleme me unitetin, kemi pasur individualizëm, kemi pasur sektarizëm, kemi pasur oportunizëm dhe prandaj dhe 12 veta jemi larguar në vitin 2016 në zgjedhje, për të cilët unë kam kritikuar dhe të Gazeta Dita. Mbasi pas një dirëshile u ktheva këtu, jo se do më vrasi, jo se do përshkatojnë, se nuk më kanë dalë njeri të shkruaj. Për mundësit që u janë dhenë, dhe arritëm nga një pjesë e vogël që kemi qenë 10 veta, 12 veta, po arrim 60 veta. është një diçka tjetër, radhës tjetër, kur bëjmë ekskursionet të tilla, piknika për vende të ndryshme historike, dash më tepër për Lavërinë, që filluam Tepelen, Fier, Tepelen, Gjirokastër, Saran, Vlorë. Është një përshkrim rrugë shumë i bukur. Megjithatë, na ngret për detyrë që të afrojmë brezin e ri. Sa janë 20, 25 vjeç, 30 vjeç, duhet i pranojmë, të bëjmë thirrje sepse kanë dëshirë, por nuk kanë informacion. Kanë shumë dëshirë që të afrojmë, të bëjmë. Ka kisha unë? Unë kam 20 vjet
në shoqatën Labëria. Jam gjithmonë organizuar e kërkuar të rinje, të reja, sido që t'ishin, vetëm t'ishin labër. Kisha qetë të dëgjoja këngët labe, se isha rritur vërtet në Tiranë, po e doja këngën labe me gjithë labri. Edhe këtu kur erdhan ti e gjeta një stres që ishin më të tërbuar se unë. Kam punuar me shpirt e do punoj gjithmonë kërkoj të rejen. Do të vazhdojmë derisa të jem gjallë, pastaj nuk e di si do bëhet më mrapa të marrë teorinia. Jam shumë e kënaqur dhe do rri gjithmonë pranë tyre, se jam edhe një çik më e vjetër, kam dhe pak durim. U falenderoj gjithëve për moshën time. E qef ma do që do jem më i madhe nga gjithë juve këtu. Në vjen mirë për bashkimin e shoqatës Labëria. Shoqata Labëria ka pasur vlerat që në 14, që në 20, që në 39, e 24, e do vazhdoj. Atëre, duhet kuptojmë me njëri tjetrin ku është më e mira edhe ku është negativja. Prandaj duhet të edukojnë dhe brezavet të mos harrojnë as herojt, mos harrojnë as shumë vlerat e tjera, as në industri, as në bujqësi. Prandaj një thirrje të rinjve që shikojnë të gjykojnë e të edukojnë për kohën e tyre për ditën sonme. Faleminderit. Megjithse nuk bëjmë pjesë në si shoqat, por ftesa që mu bë nga shoqata Labërisë më erdhi jashtëzakonisht mirë. Ne banojmë afër trevës Labërisë. Edhe ajo zona ime ka shoqata, mund të ketë 2 shoqata ose 1-2 si i rregullojnë ata punët. Por afrojmë shumë në tradita, zakone. Gjë më e mirë që më pëlqen, se ne andeka kemi ardhur, nga kemi rrjedhur, i ruajmë ato tradita dhe duam t'i përcjellim edhe më gjatë, t'u lëm brezave. Edhe ftesa që më bë pranova se unë punoj me brezneri, punoj me fëmijët. Dhe kam shumë nga Tepelena me origjinë, nga Vlora, dhe janë shumë të shkathur. Janë dje me qika dhe vajzat të zgjuara. Edhe u jap fjalën se një ditë atë që ju e keni merak, do ta parafroj, të jenë dhe ata në shoqatën tonë, edhe të dëgjoni si bilbilojnë. Janë fëmijë të mrekullueshëm. Unë kam marrë këtë nxitje nga kryetari juaj dhe nga sekretari, janë shokë të mi, por janë dhe njerëz shumë të mirë, jo se janë shokë të mi. Edhe them se kjo do t'i afroj dhe do t'na bëj më të afërt me njëri tjetrin. Radhë parë do të falenderoj të gjithë ata që mua më besuan drejtimi i shoqatës Labëria, dhe unë besimin e të gjithë komunitetit Lab do mundohem që ta çoj vazhdimsinë dhe rrugën, pa harruar dhe rrugën që kanë bërë ata që kanë qenë para me, mirë apo keq, mundësitë e tyre këto kanë qenë, dhe me mbështetjen me gjithë stafin e ri që është zgjedhur në këshillin e kësaj shoqate, do mundohemi që të realizojmë, ta çojmë më përpara shoqatën Labëria, t'i çojmë sipas emrit që ka shoqata detare kulturore Labëria deri kombit, ne ta çojmë sa më para dhe më lart, të shpalosim të gjitha zakonet, traditat që ka Labëria. Labëria në komunitetin e Bashkisë Fier është një komunitet shumë i madh, përbëhet nga 12.000 familje deri sipas regjistrimit që kemi deri tashti, dhe do mundohemi që gjithë këto vlera, bashkëpunim me shoqatat e tjera që jetojnë në këtë qytet. Sofra e Labet do jetë sofra e hapur, që do ketë vend për të gjithë Labet që të shpalosim vlerat e tyre. Duke marrë
duke afruar intelektualët lab që kanë dhënë kontributin për këtë qytet, që në vitet edhe para luftës ka lab që kanë ardhur këtu dhe mbas luftës në ngritjen e këtij qyteti, në zhvillimin e këtij qyteti siç është Fieri, një qytet industrial, dhe komuniteti lab nuk është pak në këtë qytet. Neve me grupin e ri kemi marrë përsipër që ta zgjerojmë shoqatën Labëria, të mundohemi që të krijojmë edhe në breza traditët e Labërisë, zakonet që të kënga, që të vallja labe, të gjitha njëkohësisht ne do mundohemi që në gjithë Labërinë, që duke filluar që porta hyrëse që quhet Drashovica e Vlorës, ura e Subashit deri te ura e Kalasës. Gjithë këto treva që përmbledhin ky trekëndsh aty janë mbi 54 fshatra, njëkohësisht janë 6 rrethe, duke filluar te Pelena me qendrën Kurvelesh, Vlora, Saranda, Delvina, Gjirokastra, janë gjithë rrethe që aty dhe qyteti i Fierit është një qytet që ka nga gjitha këto rrethe. Dhe qëllimi i Labërisë, qëllimi jonë është që ne ta çojmë përpara traditën dhe zakonet e labëve. Të bëjmë sa më shumë aktivitete, njëkohësisht të mbledhim gjithë intelektualët lab që kanë dhënë kontribut në qytetin e Fierit, që nga sportistët, artistët, ushtarakët, inxhinierat, biznesmenët, gjithë dhe pikërisht kjo rruga e parë që ne sot po bëjmë është ndihma biznesmenëve të Labërisë që neve na mësojnë këtë rrugë. Dhe rruga e parë e nisëm nga rruga e re që është bërë, që përshkruan gjithë Labërinë, duke nisur Mallakasën, te Pelenën, Gjirokasën dhe sot tash kemi mbritur Sarandë dhe do vazhdojmë, do dalim në luginën e lumit Vlorës, do dalim në Çeparo dhe në Kuç. Ky është hapi i parë, plus që kemi në planin ton kemi aktivitete që do mundohemi të bëjmë dhe në Kalan e Aninës ku Kala e Lipashtë e Pelenës. Do fillojmë dhe në traditët e zakonat, ti ndjekim në të gjithë vlerat që kanë dhënë labët në të gjithë, si në luftën e parë botërore dhe luftën e dytë botërore, edhe para luftës botërore. Dihen se kush janë tribat e Labërisë, dihen se kush janë aty dhe ne do të ecim në gjurmat e Labërisë. Falenderoj në veçantë Gendi që ke qenë kudo ndodhur në të gjithë grupet labe, në të gjithë problemet e Labërisë, i ke përshkruar më tepër nga ne që jemi labër gjithë fshatat e Labërisë. Respekte për ju, respekt për televizorin Apollon. Është përja shtate piku Është më përja shtate piku se faruhet nga i Ramba diri, na televisor e ai Alex Zori,
Për të gjithë kryesinë e re, duke kryesuar nga ato Ke konflikt interesit. Ka bërë histori